Ai në profesionin e tij është gjithë ditën dyerve të gjykatave apo në zyrat e tij të avokatisë, e megjithatë ai gjen edhe kohën për të stërvitur dhe për të mbajtur trupin në formë. Ne do ta shkëputim sot pak nga stërvitja dhe për t'i bërë disa pyetje kemi sot me ne zotin avokat Kujtim Sakrani. Përshëndetje. Faleminderit. Si jeni? U lodhe? Po pak. Si palestër. Si në palestër. Për të lodhur dhe për të shkarkuar energji negative. Zoti avokat, në rast të parë ju kërkoj ndjes që u shkëputëm nga stërvitja, por nuk mund se si dhe mos si përfshim në këtë emision që ka lidhje me fitnessin dhe formën fizike, një zotëri si ju, i cili pavarësisht impenjimeve, e thash edhe pak më parë, pavarësisht gjitha impenjimeve të ditës, gjen gjithsesi kohë për t'i dedikuar vetes edhe trupit të tij. Ju komplimentojmë për këtë. Faleminderit ju. Dhe unë duhet të komplimentoj për këtë ambient kaq të këndshëm, ky palestra Royal që unë në fakt kohë që e kam zbuluar, por është një nga vendet ku të rinj duhet ta frekuentojnë jo për shkak sepse bëjnë vetëm një fitness apo bodybuilding, por edhe për shkak të ambientit që është shumë i këndshëm, i rehatshëm, por komode mbi të gjitha është ka një qetësi dhe natyrisht duhet ta frekuentoj patjetër palestrën Royal. Po, patjetër. E rekomandojmë palestrën Royal Fitness si një nga palestrat më të mira të Tiranës dhe këtë kemi thënë gjithmonë. Ju avokat jeni afër në shtëpi, domethënë jetoni diku këtu afër që stërviteni këtu apo vini nga larg? Nuk jam shumë afër, marr makinën dhe vi për shkak të komoditetit, siç e thash pak më parë, të palestrës që gjej atë, si thonë, oazin tim të paqes këtu. Ju do thoni pse palestra tjera ka, jo, janë të ndryshme dhe varet dhe nga ambienti që kanë palestra, por Royal më ofron komoditetin që unë dua, të gjitha reglat ose mjetet të fitnessit ose bodybuildingut janë më përshtaten mua dhe natyrisht janë shumë komode. Po, e kuptoj. Pra avokati nuk e ka zgjedhur për komoditet, jo sepse e ka afër shtëpisë, po e ka zgjedhur sepse ndihet mirë pranë ambienteve të kësaj palestre. Ne ju falenderojmë që keni zgjedhur palestrën Royal Fitness për të stërvitur. Është vërtet, të gjithë ndjehemi shumë mirë kur stërvitemi këtu, edhe klima është shumë paqësore dhe njerëzit janë shumë të mirëkuptueshëm me njëri tjetrin. Ti lirojnë vegla sa herë që ke nevojë, e bëjnë gjithë me radhë. S'ke problemin e veglave, se natyrisht në palestrat e tjera përmend kanë atë si thonë, problematikën që i zihet vegla dhe duhet të presi disa minuta. Duhet të presësh radhë. Ndërkohë këtu është nuk është me vjerë se mund të stahesh bësh. Kjo është një kulturë shumë e mirë për të përçuar në të gjitha palestrat e Tiranës. Gjithë ju të rinj dhe të reja që stërviteni nëpër palestra, tregoni tolerancë me njëri tjetrin, ndroni veglat, lini radhën me njëri tjetrin, sepse në fundit është një komunitet ku të gjithë shkojnë për të ndier mirë. Zoti avokat, sa kohë keni që merreni me sport? Shiko, të them të vërtetën, unë vi nga fusha e sportit. Unë që i vogël kam luajtur futboll. Kam luajtur me të gjithë futboll keni luajtur të vegjël. Zinxhirit, atëherë në kohën e diktaturës kishte sporti ishte shumë i përhapur, jo se sot nuk është, por duke qenë edhe kushtet mbyllur e tjera, ishte i detyruar pak a shumë që të merreshin me një lloj sporti, sepse shikonin shokët njëri tjetrin dhe po unë kam qenë pasionuar pas futbollit. Edhe kam nisur shumë shpejt me ekipe zinxhir të Flamurtarit të Vlorës. Derisa përfundova tek Flamurtari, gjithsesi, domethënë e kam nisur sportin shumë herët dhe më themi në moshën 10-12 vjeç, mos gaboj, dhe prej atëherë nuk e kam lënë kur sporti. Është një hobi të cilën unë e kam si ngrihem në mëngjes që duhet të shkoj në punë. Ashtu kam edhe palestrën që duhet ta bëj patjetër në një orar të caktuar, qoftë ajo në orën 10 darkës 12, por nëse unë kam ditën që duhet ta bëj, nuk ka, domethënë, si thon, asnjë shans që unë ta evitoj me ta bëj. E kam në kulturën time të shumë motivuese kjo, zoti avokat. E kam shumë motivuese sepse gjej atë paqen time shpirtërore. Natyrisht puna e avokatit është punë e vështirë, pavarësisht se opinioni publik mendon që avokati morse por është shumë e vështirë sepse ke të bësh me njerëz, me fatin e njerëzve, ke të bësh me problematika nga më të ndryshme dhe natyrisht ngarkohesh me emocione qoftë edhe negative gjatë gjithë ditës.
Dhe ajo darka shkarkimi këtyre energjive negative që janë të akumuluara, i shkarkon edhe fle rehat dhe fillon ditën tjetër me një, si thonë asaj, një kthjetësi mendore të... Kështu që unë sugjeroj të gjithë të rinë, nuk jam i ri aq sa mundet të dukem, por ju sugjeroj që palestra sporti është... Sa do ju pyesja, sepse më përmendët diktaturën dhe doja të pyesja, nëse mundem, sa vjeç jeni ju, avokat? Atëre, meshkët e tregojnë moshën, nuk kam ndonjë problem. Prandaj dhe unë ju pyeta, jam korrekt. Unë jam 52 vjeç. Komplimenta, ju komplimentoj sepse dukeni realisht më i ri se sa jeni dhe ne themi gjithmonë që sporti ndihmon njerëzit që të ndihen dhe të duken më të rinj. Unë jam larg modestisë, e bëj këtë me një dëshirë si ditën e parë që kam qenë fëmijë, edhe sot që jam prind e tjera, e bëj me një dëshirë shumë të madhe sportin, palestrën, fitnessin e kështu me radhë. Ju komplimentoj, do kthehemi pastaj prapë tek ju, por më që përmendët fëmijët. Fëmijët janë akoma të vegjël, keni filluar të aktivizoni në një lloj sporti apo akoma? Fëmijët e mi janë të rritur, janë goxha të rritur, unë jam martuar në një moshë relativisht re. I keni munguar punën, si themi ne. Edhe fëmijët i kam të rritur, dhe ata e bëjnë dhe sport, ande ku janë, sepse studiojnë jashtë Shqipërisë. Nuk jetojnë në Shqipëri? Jo, nuk jetojnë në Shqipëri, për shkak të studimeve tjera. Dhe andej ku janë, e bëjnë palestër, pra e kanë dhe ato të kulturës të tyre, edhe kështu që jemi familje... Po bashkëshortja juaja, a bën fitness? Bën dhe bashkëshortja fitness, natyrisht... Shumë mirë, një shembull... Me punën që ka... Një shembull i një familje të përsosur që punojnë fort, studiojnë fort, por ndërkohë gjejnë kohën edhe për të dedikuar vetes së tyre dhe trupit dhe formës së mirë fizike dhe shëndetit, fizik dhe mendor, siç e tham pak më parë. Shiko, sporti është kulturë. Më thënë është pjesë, siç njeriu duhet të lexojë, patjetër libra, ashtu siç duhet të ketë një mënyrë tjetër ndaj, më thënë, duhet të ketë ndaj punës, ashtu duhet të ketë ndaj sportit. Nuk kemi dëgjuar deri më sot që nga sporti ka pasur dëm me shoqëria ose individi ose dikush. Sporti është sport, të bën edhe më social me njerëzit dhe natyrisht, siç e tham, të bën më të disiplinuar e tjerë. Dhe unë kam këtë një vetë disiplinim, jo vetëm tek sporti, por e kam edhe tek mënyra e të ushqyerit. Pra, unë kam ushqimet e mia, të cilat nuk gaboj në të ngrënë. Natyrisht që kam atë, si thonë, kënaqësinë që duhet të ha dhe gjëra të cilat janë të nuk të bëjnë mirë për shëndetin, por kam një vetë përmbajtje, një disiplinë të jashtëzakonshme që mësirat dhe gjërat të cilat mua në përgjithësi të bëjnë dëm, unë nuk i ha. Kam atë mënyrë të ngrënit integrale, këto gjërat bio, kur mundemi, sa mund të gjesh sot bio. Super, më bëhet vërtet shumë qefi, sepse kjo është mënyra më e mirë të ushqyerit, e konfirmuar dhe nga dietolog dhe nutricionist shumë të njohur në gjithë botën. Dhe duke patur këtë lloj qasje, këtë lloj disipline, mendoj që ndihem mirë me fizikun tim, me veten, me anën mendore e kështu me radhë. Po, dukeni dhe nga energjia që portoni dhe nga mënyra se si flisni me një lloj tempi, me një lloj temperamenti shumë të mirë. Meqense jemi tek ushqimet, cili është një ushqim që nuk do t'ju rekomandoje kur teleshikuesve që ta konsumoni? Nëse do ju thoshit mos konsumoni më këtë gjë, unë zakonisht kam një mënyrë, e ekuilibroj ushqimin, karbohidratin, proteinën dhe yndyrna. Dhe natyrisht i kontrolloj një 6 muaj për t'i patur gjithmonë në kontroll. Bëni gjithë analizat? Analizat për t'i patur në kontroll, por unë